Gjendja për momentin sot është shumë më e mirë se dje, u konë shumë gjendje të ranë, ka pas temperaturë rreth e barkëqitje është helmim, po sot është pak më mirë. Tu pas parasysh i kom folë edhe me pacienta tjerë që në shtrim, krejt e kanë hangër ushqimin e njëjtë, domthonë në saq, kam ose porosi ose kanë hangër në për lokale diku në saqin pikat ndryshme, njëjtë simptomat i kanë pas të helmimit, njëjtë, edhe sot krejt njëjtë kanë fillu më përmirësu. Pas temperaturë shumë, 40 temperaturën, ethe, barkëqitje të madhe, vjellje, plagështie të mërshme, dhimbje të barkut. Jena tu prit policijave që ka hap rastin, sa dëgjova edhe prokuroria ka marrë landën, edhe na si familjar jena bu bashkë krejt edhe kena me procedu në gjykatë. Të shohim qa merr vendim gjykata tash. Vojzami ime ka shumë ka ketë, në tentin ka hangër të saqi, edhe se ardhë pipune ma mbarki, e ka rëgë barqitja, nesit me nëgjes, me ufuziona gjithë ditën, kemi akon këto vetë të emergjenca, me taksi pipune, ka ardhë, në dytë njëtë se ka rëgë gërq, fillë gërq e ka rëgë, edhe barqitja bo tejper e madhe, se s'banë mosit. Aja e vdekne akon, aja akon e vdekne, nuk e di asë që kena pronë emergjencë e këmë thirë 2 herë, e ka rastin që nuk vina për barkëqitje, na nuk mujna me ardhë, o është tej për keqve, dia i ka hopë, o është pandjenja, jo lotëm, nuk janë emergjenca, me të shoqin, me vajza tjera, e kemi pronë për 5 minuta në emergjenca për herë për efektiv. Sot është pak ma mirë, që 3 ditë, aja ka shumë gjendje të keqe. Jo lotë në tjertë mësë ndodhë, që në ka ndodhë neve, që kemi përjetu në mësë përjetu të kërkush. Së në veç, vetëm në veç ta kom hangër, vetëm së në veç. Unë e kam të fejume në këtë, në më dhënë të shtunën, e ka po simptomat e para, prej 3-5 zejtet para mëngjesit, jena këtë, deset. Qëfar simptoma ka dhe qëka ka konë? Po, barkëqitje, ka pak maramendje, temperaturë, në saq, te aeroporti ka hangër nisë në veç. Po më ndohë me bua ato maksimumin, mire kanë krejt, me sidhen e doktora mirë, a për saqin, s'po di qa me thonë, veç me mujtë. Pa ja dohet gjithysh, se i na me qëtë.